Ai që ka nënçmu dikon dhe ka përbuz dikon. Ai që është tallë me dikon, le t'i kërkon halal atë. Kjo është zgjidhja vetëm atë. Mi kërku halal. Nga se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kana lahu inda akhihi madhlamatun falyatahallalhu minhu al-yawm. Kush e ka ndonjë madhleme, ndonjë zullumja ka bëu vëllat vet apo kuptim sa që po flasna të tallës në çmimit për buzë, falyatahallalhu al-yawm. Le të kërkon halal sot para se më ardita që nuk vlen dinare as dirheme. Sa ne paguam ndaj me kurrë, paguam me shpinë pastaj. Fatkeq me vepra të mira paguhet Allahu na ruaj. Po sa le të kërkon halal ka. Kjo është e para për të pranuar pendimin atë. Me kënje tallë e kanë nçmu, e ke përbuz, të bëj më halal. Ose kanë thonë lemat nëse është e pamundshme kjo, dhe pamundësia që në dy aspekte. E para e pamundshme është u dek njëri, që shyrip halal dhe ju shkuaj tash. Ose ka shku dikon s'din, s'ki që shmu taku me të. Ose ka mundësi që për shembull për shkak të kësaj tallje ose për shkak të kësaj përbuzje të caktuar, ka mundësi më eskalu situatën shumë më keq. Në ndonjë konflikt më të madh, për shembull, apo. Po kjo është shumë relative, kjo duhet me pas kujdes për të vlerësuar. Ulemat kanë ekziston zemësimi i dytë i kërkimit halal, cili është lavdraja ku mundesh e ku s'mundesh për popullat. Ku do të shkosh? Gjoja gjysh muhabetin, sillja muhabetin tu. Wallahi mashallah që Allah kim. Po kjo ti çfarë smenon për ta, po lavdraja. Që ta zaventsosh apo çortimin dhe talljen me lavdata. Pendohu tek Allah xhallahu ala, nga se nëse nuk pendohesh në këtë mënyrë, edhe nëse thush me 10 mirë herë ndete astaghfirullah, ky gjuna mbetet gjuna tek Allah xhallahu ala. Nga se ka të bëjë me krijesën dhe nuk shpaguhet tek Allah xhallahu pa ta bu halal vllajt atë. Qoftë këtë me kërku halal sikurse e Budherri. Kush pinive ka këtë burni me qitë kokën tokë, më në të kom në nëshmu vëllam, të kom në biri në zezë, shkele këtë ftyrë, se s'meriton ke me konë në altë. I po, Bilali, apo, radiallahu ta'ala anhu, kur ka pas, si kurse e Budherri, që qëtë krytë në tokë, ka pas të Bilali që qua vëllam të nuk s'keli në t'i kura. Ma fatë këtë cikë, sa dikush, me thonë, qitë e ftyrë, po të s'keli, mu qëfry, apo nuk du me komunikun këtë njërë, ajtë lip halal, ati me kone mazë mërgjën me bu halal. Me pas paku të ndihmojmë njëri tjetrin të pastrohemi nga çdo padrejti, nga çdo tallje, nga çdo nënçmim që ja kemi bërë njëri tjetrit. Pavarësisht ta ka qenë, ndoshta qëllim paqëm çka do të ka qenë, çfarë natyre, të themi ma bën halal atë. Të kemi këtë guxim me të vërtet, nga se kjo tek e fundit apo marrësh, nuk është trinikja. Kjo është me pështu ti nesër. Wallahi billahi kanë më najmar namazet atë. Kanë më najmar dhikr, agjërimin e gusit që jena lodh në gjinim apo në vapen, në zete, vjen të meret për zgashmi vllapën. Andaj është interesi jo të thuj, bëma halal vëllam, bëma halal, ma bën halal me zemër, edhe mbyllë kapitullin e nënçmimit njëre për gjithmonë me çdo kënd. Është pak e rënd ky proces, apo i pastrimit dhe i rregullimit, po kur rregullohet, je faqebar pastaj. Je rahat. Para kujtë që del, alhamdulillah, është kapitulli mbyllur, s'ki mo dos që të hapën për asgjë. Nga se e ke mbyll me vullin e asaj që na ka mësuar pejgamberi bëma halal. E kjo bëma halal nuk është fjalë guje që do të më thonë, po buron nga zemra sinqerisht, nga se edhe bëma halal janë kurse pendimit, apo që me ndërpeme një herë, me të arë keq, edhe mos më vazhduan të armën, për me pas fuqi bëma halal. Ama bëma halal, po s'vjen keq, se e ki bo, nuk nalesh mo, e vazhdon të armën, kjo bëma halal është e devariume, s'ka kur far kuptimi atë. Andaj ato kurse që vlen për pendimin para Allah xhallahu ala, çato ti ndavjen kur dikujt është bëma halal. E mshël kë kapitull tërësisht, edhe pjekemi, edhe tash më komunikojmë dyshim me një tjetër. Për ndryshe Allah thot, kush nuk pendohet në këtë kuptim, fa ulaika humuz zalimun, e ata shndrohen në zullumçar, më i keq se fisku. Apo i padrejt. E zullumçari gjithmonë është i mramët në kërkesave. Domthon paramenaje për shembull sa të kërkon pe Allahut asgjë diçka apo pengesë e madhe është zullumi. S'u t'japëm se zullumçari apo gjithmonë je në shënjestër të goditjeve nga ana aty që ke bëu zullum apo. Sigurisht ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se lutja e atij që i është bë zullum, e atij që është bë zullum, do të ekziston një zullumçar domosdoshmë. Lutja e atij që është bë zullum ngrihet tek Allahu xhallahu ala.
Dhe Allahu xhallahu ala i thot lutjes së atij. Shiko, lutjes së duaja ti ngrit nalt. Allahu i thot lutjes së atij thot la ansurannaki walau ba'da hin. Unë do të ndihmoj ty. Qoftë me një vonesë të vogël pak, për shkak të urësisë. Pak nëse e vonojmë, po 100% kam të ndihmoj ty. 100% kam të kthy hakun. Dynja në ahiret apo. Edhe është para mëna kur Allahu kështu komunikon me duan e një njeriu që i është bërë pa drejt, ndërsa në raport me te ti e kite Allah emrin zullumçar apo. Andaj thosë po atë mos i gale se çati filone që është bërë zullumçar, në shpejti kena me ndërmarr masa kundër tij apo. Allah na rujt që emri jon mulaku në këtë tabor. Apo emri jon mulaku në tabor aty që Allahu thot shpejti na mirë me ta apo. E kur Allah xhallahu shpejti nuk e din çu sill hesapet apo me prudi kanë në pozitë që me të vërtet tet pa lakmueshme që nuk ka kam jam mbajt apo. Nëse Allah i ka premtuar duas atij që ka bëu. Kush do koftaj? Kush do koftaj? Në veçantë më urut nga duaja prend vallahu na rujt apo. Që ata mos më thon te Allahu xhallahu ala mos më kon ti i etiketum nga ana e nonës tonë si zullumçar apo. Mos më etiketum nga ana e babës tonë si zullumçar, Allah na rujt. Ose nga ana e gruas, ose nga ana e fëmijëve, ose kundërta gruaja. Wallahi mirë ajo gru që Allahu ankohet tek Zoti i tij, që burri ankohet tek Zoti i tij, se gruaja po i bën zullum atë. Mos respekt, mos dëgjim. Ose edhe mirë ai burr. Apo që gruaja e tij i çon dur ka Allahu xhallahu ala thot, o Zoti jam, un s'kam kërkon posteje. Burri jam po bën zullum. Wallahi kjo është do më të mërshme se me të lajmëruar dikush se unis këtë ushtria e natës me të luftuar. Po çështë pikërisht apo. Këtë unis do mbush para më këtë çka ka NATO i nçu ty me të nzon. Apo tani para mëna mush me natë rahat me fletë me hunger buk. Kjo as nuk krahasohet bile. Kur dikush Allahu i thot ja Rab, çka ky robët s'po më lën rahat. Unë jam siklet me ti s'po kam çka më i bë. Po të dërzoj ty dosën e ti ti më rrëmë të apëtën. Wallahi vaj halli për këtë njëri. Andaj pendohu, nga se në qoftë se bësh zullumçar, apo 100% ka godit me një rast. Fjala Allahu të xhel ka më ndihmuar lutjes atij që ti e ke shkaktuar dhimbjen edhe e ke shkaktuar mençmimin dhe përbuzën Allahu na ruaj. Prandaj këto janë këshilla të arta që na jap kjo ajet në surën Al-Hujurat që mos të nënçmohemi, mos të përbuzemi, të duhemi, të jemi në lidhje të fuqishme mes vetë vëllazër, sikur se na ka lidhur Allahu xhallahu ala. Mirë po, vese të këqija, vepra të këqija, të cilat e rënojnë vëllazërinë islame, e zbejnë atë, nuk përfundojnë me këto të dhëria që folën për të, nuk përfundojnë me tallje, nuk përfundojnë me nënçmim, nuk përfundojnë me etiketime. Ato vazhdojnë edhe më tutje me ajetet në vijim të surës Al-Hujurat, duke vazhduar më tutje me paragjykimet, ku Allahu xhallahu ala ndalon që të paragjykojmë. Edhe kjo është mëkat në veti që prish raportin ndër vëllazërorë, e me cilën çështë do të miremi inshallah në dersën e ardhshëm. Për sonte me kaq po japim fund. Allahu ju shpëbleft. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.